Pasi ajo përfundoi audicionin, u gjinda para dilemave të mëdha dhe gjumi nuk po më zinte se çfarë do të bënte ajo në numrin tjetër. E mbani mend mua dhe Goni që bënin hula hoop? Besoj se po. Po atë e mbani mend cilën do thoni ju? Klorinda Varrikjon sonte në skenën e Got Talent. Do të mundsoj heqjen e dilemës sime. Klorinda, mirë se vjen sërish. Shumë bukur na surprizove në fakt edhe këtë radhë. Realizove disa numra të shumë të vështirë. Shkëlqeve, shumë bukur. Bravo, Klorinda. Me mbrëma Klorinda, në rast të parë komplimenta dhe urime për performancën tënde. Unë e kam shumë pasion në Lula Hopin, dhe vajza ime, e cila është shumë e aftë me Lula Hop, por deri tek një rreth. Ndërsa ti sonte e tunde belin me disa rrath, me 10 rrath, dhe kjo është një gjë shumë e vështirë. Sepse unë e praktikoj Lula Hopin në shtëpi, më pëlqen për belin, për ta mbajtur belin të hollë. Mirë, po nuk jam aq e aftë, do me thonë për natyrisht je një profesioniste, dhe më surprizove shumë me atë që bëre në ajër, kur ti shkon lartë me atë litarin dhe vazhdon të mbash në rrotullim Lula Hopin. Bravo, u kënaqëm dhe u argëtuam shumë me ty. Klorinda, magjia jote sa erdhi e u bë edhe më e bukur që nga hera e kaluar. Gjitha ta hula hop aty, na ndalove frymën. Kur unë gjitë e lartë me hula hop. Ishte shumë e bukur, fantastike. Bravo, bravo. Grazie.